një problematik serioze që tregon që qeveria, majoranca apo dhe klasa politike në një farë sensi nuk po dëgjojnë mjaftueshëm zërin e qytetarëve. Tani si funksionon politika? Ne zgjedhim disa përfaqësues që të marrin vendime për ne në disa instanca lokale, disa instanca qendrore. Njëri është parlamenti, tjetër janë bashkitë, pastaj janë partitë politike, të cilat të gjitha njerëzit ne i paguajmë me taksat tona. Pikërisht që të garantojnë një shtet i cili funksionon në mënyrë normale, por që dëgjon dhe konsulton ata të cilët janë punëdhënësit real të tij, të cilët janë qytetarët. Nëse ky aparat njerëzish të cilët paguhen me taksat tona nuk kanë as dëshirën dhe as iden për të konsultuar dhe për të dëgjuar mendimin real të qytetarëve, për asnjë gjë, për asnjë hap që ndërmerret edhe kur qytetarët janë në rrugë, por kjo nuk duhet ndodhi vetëm gjatë kohës protestave. Duhet ndodhi si një procedurë normale e cila ndërmerret hap pas hapi, ashtu siç e parashikon ligji. Nëse kjo nuk ndodh, tregon që ka një shkëputje totale të politikës, të vendimarrjes me interesat e qytetarëve dhe me vizionin dhe me kërkesat e tyre. Dhe kjo është një nga problematikat që qytetarët i mban ende në shesh sot. Nuk është një ligj i vetëm, nuk është një problematike vetme, po janë një sër problematikash të cilat krijohen nga një gjë e vetme. Qytetarët nuk e ndjejnë veten të përfaqësuar dhe nuk i ndjejnë nevojat e tyre të adresuara sipas arsyes për të cilët i kanë zgjedhur vendimarrësit atje dhe i paguajnë me taksat e tyre. Një nga arritjet kryesore të protestës, edhe mbyll se ta diskutojmë, është pikërisht që çështje lokale janë kanalizuar dhe janë çuar deri në nivel ndërkombëtar. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe bashkimi i ekspertëve, i qytetarëve, i njerëzve nga partitë të ndryshme politike, i njerëzve me profesione të ndryshme, është një nga arritjet më të mëdha që ne e kemi parë shumë rrallë në Shqipëri. Dhe kjo është nga gjërat që realisht duhet trokitur, që qytetarët janë aty, kanë lënë ndasitë e tyre më njanë dhe janë të gjithë për një kauzë përbashkët, për një Shqipëri e cila u përgjigjet qytetarëve të saj. Ermal, sa i keni dëgjuar ju qytetarët në këto 47 ditë? Sa e ka ndikuar mazhorancën kjo protest? Mendoj se, them drejtën, duhet ta shoh mas 47 vite ta shohim një moment planin pozitiv gjën. Ajo që ka protesta ka arrit është se na ka bërë të kuptojmë gjithë secili tashmë rolin e shtetit dhe se sa demokracia është funksionale në këtë vend. Pra ne po flasim sot për një standard tjetër. Pra ti po flet me përfaqësuesin e një partie politike i cili ka zhvilluar protesta në këtë vend. Pra unë kam qenë pjesë e protestave edhe në 2011, kur mes bulevardit vriteshin njerëz. Kështu që në anën pozitive kjo e konsolidoi demokracinë. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë. Pastaj për sa i përket pjesës tjetër, pjesës së shqetësimeve që qytetarët shpalosen atje, ato janë shqetësime që nuk janë vetëm shqetësimet e atyre, janë shqetësimet edhe tona në fakt. Edhe ato janë shqetësimet të cilat unë mendoj se janë të adresuar edhe ato që nuk ishin të adresuar apo adresohen. Pra këto jo vetëm në faktin e reformave që qeveria ka ndërmarrë, por edhe për faktin që ne jemi tashmë një shtet thuajse në Bashkimin Evropian, edhe këto janë si pjesë edhe të legjislacionit dhe grup kapitujve që ne për ditë në Parlamentin e Shqipërisë po miratojmë si në proceset e parafrimit të legjislacionit. Pra, kjo për sa i përket pjesës së shqetësimeve. Ajo ku pastaj normalisht ne ndahemi është momenti i ndërheqjes kryeministrit, sepse ai nuk është një shqetësim, ai është një projekt politik, ai është një program politik i ca partive politike të cilat kanë ngelur edhe akoma në ditën e 47, të cilat thonë Rama hiq që të vim ne. Pra praktikisht kjo është një histori se po bëhen tash janë parti politike që thonë të mshesh, janë 800.000 qytetarë që kanë thënë. 800.000 qytetarë kanë thënë diçka tjetër. 800.000 qytetarë me votë kanë votuar për ministrin e Rama. Cilët kanë qenë në protesta aq janë, domethënë është sikur të votohet, s'ka problem. Sikur të votohet në këtë vend 10 ditë rresht edhe 800.000 votojnë prapë Ramën, atëherë bie që unë do të them se ka 8.000. Pra nuk të logjika matematike nuk ekziston në këtë kërkojnë qytetarët. Atëherë qytetarët që të kërkojnë që të zgjidhin këto problemet e tyre, unë kam qenë një ndër njerëzit që çën ditët e para në fakt unë kam bërë thirrje që është shumë mirë që kjo protestë në fund ditës të përkthehet në një lëvizje politike, të kthehet në një lëvizje politike, ne jemi në një vend demokratik dhe këto probleme të atyre zgjidhen politikisht.
Pra për sa kohë ka marrë komplet Kemi një trajt 153 parti politike në Shqipëri, nuk kemi nevojë për një tjetër. Ne kemi nevojë për një parti politike e cila na dëgjon. Elira, Të kërkoj ndjes, po sepse jo, s'ka problem. Ideja është, unë kisha për të mbaruar logjikën e diçka në fakt se unë nuk ndërpreva as të momenti që the kam bën një ligj për shitjen e tokë bujqësore, ndërkohë që këtu nuk ka pas një ligj që ndalohet shitjen e tokës bujqësore ndonjëherë. Pra praktikisht vlen një rregull që ne diskutojmë në pa ndërprerje që të çojmë logjikën drejt fund. Jo, lutem. Kështu që mendoj se tashmë kjo protest e ka mbaru gjithë misionin e vetë. Unë mendoj që protesta ka ditë në fakt që ka mbaruar. Këtu ajo protest mbahet atje vetëm nga njerëz që në pjesën ndërmuese të saj, nga njerëz të partive politike të cilat nuk frymëzojnë që të ecin përpara, të rrisin numrat e atyre, të rrisin besimin, të marrin besimin e qytetarëve nëpërmjet votës, por e bëjnë të shfrytëzojnë edhe të ngjiten mbrapa asaj protest për të marrë kredite politike. Pra unë mendoj që ajo protest është mbyllur tashmë dhe nuk kam asgjë për të dhënë përveç shqetësimeve normale. Dhe çfarë keni reflektuar ju nga kjo protestë deri tani? Qive, ndërkohë ajo që Partia Socialiste ka reflektuar, thash, ne ndajmë të njëjtat shqetësime me ata qytetarët. Jo, po çfarë keni bërë ndryshe gjatë pas këtyre 47 ditëve? Një ndër hapat e rëndësishme, pavarësisht se ndoshta unë mendoj që ishte edhe moment i pavarësisht se është program politik, duhet ta pranoj këtë. Por ishte edhe një moment reflektimi, është edhe lançimi i projektit i programit të kryeministrit, që është Rilindja 2.0, pra kalimi në një standard tjetër. Ne që duhet të themi diçka. Ne kemi qenë dëshmitar ku më përpara në spitalet tona jo vetëm që mungoshin ilaçet, jo vetëm që duhet shkoshin me batanie me vete, jo vetëm që duhet rrishe pa fund në rrallë për të marrë shërbim. Se duhet të ndalën pjesën e dytë tek pjesa e shëndetësisë, po. Pra, njerëzit janë gjithnjë më kërkues të gjëra më normale, pra rritja standardeve